Ndonë se thuhet se nuk ka prova për ekspropriemin e kësaj prone, dokumentet që ka siguruar betimi për drejtësi e thonë të kundërtën. Në një dokument që mban datën 9 maj 1989, thuhet: jam dakord që toka ime në Sofali, Prishtinë, me të cilën jam i njohur plotësisht, sa i përket numrit të parcelës dhe sipërfaqes, t'i dorëzohet në procedurë përkatëse komunës së Prishtinës, me qëllim rregullimin e zonës rekreative Gërmia. Për dhënien e kësaj toke, Novica Janković kërkonte që të kompenzohej me para apo me një tokë në Çagllavic. Në një proces verbal që pretendohet të jetë i 17 majit 1989, serbi Novica Janković ishte pajtuar të kompenzohej me mbi 53.000 denar për tokën dhe të mbjellurat shumëvjeçare. Zyrtari Velizar Gjurović deklaronte se meqpronari e pranonte ofertën, ishte dakord që të paguaj shuma e përmendur, ndërsa në fund shkruaj se marrëveshja kishte fuqi ekzekutive. Pas kësaj, Drejtoria për Marrëdhëniet Pronësore Juridike kishte marrë vendim ku parcelat kadastrale 123 dhe 126 nacionalizohej dhe i merret Jankovićit për qëllime të komunës. Toka thuaj se do t'i dorëzohej komunës menjëherë pasi të kryej pagesa e kompensimit. Ndërsa një urdhër pagese datës 18 maj 1989 konfirmon pagesën prej mbi 53.000 denarësh për Novica Janković. Ajo që është e çuditshme është një dokument autorizimi përmes të cilit Novica Janković autorizon Mifael Cakollin ta përfaqësojë në të gjitha çështjet juridike që lidhen me parcelën 123 në Gërmi. Sipas dokumentit, autorizimi referohet në mënyrë të veçantë edhe procedurës pranë organeve komunale për kthimin e parcelës në pronësi private. Në dokument thuhet se parcela ishte shitur Sabit Cakollit në vitin 1986, ndërsa më pas, në 1989, ishte përfshirë në procedurë ekspropriimi, për të cilën kompenzimi ishte paguar Novica Jankovićit, i cili më pas ja kishte dorëzuar Sabit Cakollit. Sipas këtij autorizimi, Mifael Cakolli mund të merrte veprime, të nënshkruante kontratë shitblerje dhe veprime tjera juridike për regjistrimin e pronës në librat publik. Pra, sipas këtij dokumenti, Janković po autorizonte Cakollin për të kthyer pronën e ekspropriuar për të cilën pranon se është paguar. Mifael Cakolli për betimi për drejtësi jep versionin e tij se si ishte bërë pronari pronës në Sofali, përkatësisht në Gërmi, duke pranuar se ishte i autorizuar i pronarit serb për t'i abartur këtë pronë babait të tij, edhe përmes kontratës që thuhet ta ketë bërë në gjykatën e Graçanicës në 2001. Keni qenë autorizues nga pronari? Nga ish pronari. Po, nga ish pronari. Pas autorizim, po. E pse ja ka jap ai këtë autorizim juve? Kur në? Pse ja ka jap këtë autorizim juve? Keni pas në e lidhje? Aja për menim shkrues. Për çfarë arsye? Po se ke realisht e çuditshme fakti që ja ka jap juve nuk është asaq i çuditshëm, për ty nështë është i çuditshëm, por nuk është asaq i çuditshëm. Se atë pronër i posedoj këto prona për vitit 1986 kur që i kumbli edhe shpinë e çatij pronarit edhe gjitha pronat e çatij pronarit. Okej. Apo kupton? Edhe ka qenë atëherë një listë diskriminues, se di të çfarë gjenerate i e dina se din, edhe nuk kanë mujtë mu bardh pronat në ato kohë, edhe jenë bardh pas luftën vitin 2001. Edhe kështu që unë edhe sa djetaj në këto pronat tina që i kumblej atëherë që i ka bje baba se ta shon jam trashëgimtar, jo